أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet, adhurimet I takojnë vetëm Allahut Zotit Gjithësisë, vetëm atë adhurojmë, vetëm atë falënderojmë, atë madhrojmë ashtu sikur I takon Allahu Gjelle Gjelaluhu. Mëshira e Allahut qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ato besimtarë dhe besimtare deri ditën e gjykimit. Wa aleikum salam. Wa aleikum salam. Mëshira e Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju. Allahu ju mëshiroft edhe ju bekoft gjithë. Inshallah të vazhdojmë edhe sonte, sa të na e mundsoj Zoti Gjelle Gjelaluhu. Dhe para se me ardhë ka ajeti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: vizitoni kopshtet e xhenetit. Edhe pyesin sahabët se si janë kopshtet e xhenetit në dynjë, ai thotë janë pikrisht ato mexhlise, ata vende ku njerëzit mblidhen dhe përkujtojnë Zotin. Atje ku këndohet Kur'ani, atje ku përmenden fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mësohet për atyne. Dhe siç e shihni edhe vetë me të vërtetë, është mirësia dhe begatia e Zotit Gjelle Gjelaluhu që përfitojmë inshallah nga këshillat, nga fjala e Allahut, nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po dhe nga fjalët e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk krahasohet pra me ato mexhliset apo mbledhjet që bëjnë njerëzit në dynjë, apo haramet, apo punët e këqija. Kështu që inshallah na e pranoj Zoti, po me fat jeni domethënë prej të madhit Zot që ju ka zgjedh që me qenë prezente ke fjala Allahut Gjelle Gjelaluhu. Besoj e keni dëgjuar njëri që para 2 javësh, kur e pyet ajo gazetarja, I tha: a besonin Zot? I ja, tha. Bile që ta them tamam, tha, besimi im është në diell, tha. Diellin besoj, tha, se ju jep jetën, tha, gjithë shkaja, tha, njerëzve, tokës, pemëve, bimëve të ndryshme, tha, unë besoj, tha, në diell. Keni parasysh, por ky është popull që gjurmon të kotën. Është popull që gjurmon të kotën, boshen, edhe është shumicë. Pra, nëse ju dilni ta zejmë duke hes pazarit, nuk ju njeh kush në pazarit, atë e njeh Shqipëria për shembull, edhe I marrin atë firmën. Ma lej shenjë këtu në krahanore, në xhaketa, me jepi firmë, I gjanë për shembull. Ja, kjo është boshja. Kjo është boshje që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po që thot edhe Allahu Gjelle Gjelaluhu, fa aktharuhum la yu'minun. Shumica e tyre thot nuk besojnë. Kujt I besojnë? Ati që thot unë besoj diellin, tha për Zot. Allahu na ruaj. Ne sollëm të shtojmë nga fillimi I jetës njerëzore. Pra u krijua Ademi alayhis salam. Edhe Allahu Gjelle Gjelaluhu pra para se ta krijonte, ju tregon me lajkeve edhe ju thot që unë do ta krijoj një njeri që ai do të jetë halife, pasardhësit e atij, do ta bëj me trashëgimtar, do t'ia laj tokën në dorëzim gjithë këtij njeriu, edhe trashëgimtarëve të pasardhësve të këtij. Edhe vërtet ashtu ndodhi. Edhe me lajket domethënë e pranuan, por në fillim domethënë patën pak, pse me qenë se Allahu Gjelle Gjelaluhu kishte dhënë detyri të madhe me lajket, edhe I hezitim të lehtë, jo si shejtani mallkum, po të lehtë fare. Edhe I thonë, bile, si do të krijosh një njeri që I do të bëj, do të derdhi gjakun në tokë. Normalisht, sikur pa e derdh. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot, unë di më shumë kam se sa dini ju, thot. Ka urtësi, thot, edhe në krijimin e njeriut. Edhe në atë njeriu që derdh gjak, thot, në atë ka urtësi, ka Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pse po të ishte diçka boshe, diçka kot, Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk do të lejonte.
Dhe në këtë jetë, sonte bëhet fjalë për diçka shumë interesant, që Allahu ju tregon me lajkeve. Pra, edhe i herë, domethënë, ju thot hajdeni, edhe t'ju tregoj diçka. Mbasi më përpara ja ka treguar Ademit alayhis salam. Ashtu të ajeti nëmër 31 surën Bekara. Ve allama Adem al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'ihim haula'i in kuntum sadiqin. Sadaqallahu al-azim. Për ta tregu pozitën e Ademit, Allahu xhelle xhelaluhu ja mëson Ademit krejt emrat e çdo gjëje, të gjallësave, të objekteve të tjera, shqiptimin e tyre, kuptimin e tyre. Pastaj u paraqiti këto melekëve dhe i tha, më tregoni si quhen të gjitha këto sende. Edhe melekët e pan atë mangësinë e vet. Pra u krijua Ademi alayhis salam. Pra njeriu i parë. Jo majmuni, por Ademi, ajo është para arsion. Ajo është, domethënë, mbi atë erdhi gjithë njerëzimi, domethënë prej Ademit alayhis salam, edhe prej bashortës të Havës. Krejt ky grup njerëzimi, çon këtë botë prej atij rrjedhin. Jo prej majmunit. Pse edhe sot vazhdo të tregohet njerëzve në për shkollat që ka ardhur prej majmunit. Jo. Allahu sfidon edhe me lajket. Edhe i mëson Ademit të gjitha këto emra që i ngjojmë ne sot, për shembull, Tazem, Mesxhid, Xhami, Moll, Dardh, Tokë, Lum, Qellna, Yje,